Megjithatë, sot duhet të them hapur dhe me ndeshmëri, nuk kam arritur ta çoj LDK-n aty ku kam besuar se duhet të jetë. Kam ndërtuar ekip me njerëzit më të mirë që kam besuar. Kemi ndërtuar program të plot, serioz dhe modern. Kemi bërë një fushat dinjitoze dhe të përgjithshme që nuk i ka munguar asgjë në përmbajtje e as në përkushtim. Por ky është verdikti qytetar dhe para këtij verdikti ulemi të gjithë, sepse kështu funksionon demokracia, sepse qytetari gjithmonë ka të drejtë. Por një gjë gjithmonë duhet ta mbaj mend, se LDK-ja ka qenë dhe mbetet shtëpia e demokracisë Kosovës, është partia që ka udhëhequr vendin në momente më të rëndësishme historike, është partia që ka mësuar kulturën e lirisë, qytetarisë dhe të përgjegjësisë, dhe sot në këtë moment sfide LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetes. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guximshëm. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të therras menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do të tërheqë pa asnjë diskutim.